waiting for. It's time to hit it like we never ever hit it before. A whole nother level. Ndërsa dielli lind mbi shkretë të tir, Enio përgatitet për një aventurë të çmendur mbi re. Një hedhje me parashut që sfidon jo vetëm lartësinë, por edhe vetveten. Në ditën e tretë në Dubai, Masteri ka një mesazh të qartë. Ky nuk është thjesht një fluturi, është një provë guximi përpara sfidës finale. Sot jemi këtu sepse dua që të kuptoni se shpesh herë një ditë tregtie fillon me adrenalin, kaos dhe emocion. Por një tregtar profesionist arrin të shijojë dhe të përballojë të gjitha këto dhe përsëri të vazhdojë tregtimin dhe të dalë me profit. Mezi po pres të provoj skydiving. Në ditët në vazhdim dua të vërtetoj se konsistenca në treg është ajo që të çon në maj. Ky është momenti që Enio të shijojë lartësitë dhe të sfidojë frikën. Suksese, brother. Faleminderit. I'm the driver now. Let me drive, yeah? Everything good. There we go, there we go. Hi man, welcome back. How was it? Tell me. It was a really good experience and I tell to everybody to try it. Pas një rënjeje të lirë plot adrenalin, Masteri dhe finalistët nisen drejt zemrës së shkretëtirës së Dubait për aventurat e radhës, ku nxehtësia e rërës përgatit terrenin për një përballje sfiduese midis konkurrentëve tanë. Jo pa qëllim ju kam sjellë në këtë vend, këtu rëra do t'ju mësoj të keni durim dhe të prisni vetë momentin e duhur. Ashtu si shkretëtira e pafund, dhe tregu është një pafundësi mundësish, por vetëm ata që din të gjinë burimin e ujit në rër, do të mbijetojnë. Ashtu si në treg, shpesh do të përballoni çdo ndryshim të papritur. Sot këmbët tuaja do të duhet të mësojnë balancën midis dhimbjes dhe qëndrueshmërisë. Sot, ditën e tregtisë do ta filloni duke vrapuar në rërën e nxehtë këmbëzbathur. Sfida me ecjen këmbëzbathur në rër ishte pak surprizë, sepse nuk e prisja që të na jepte këtë lloj sfide. E kaluam me sukses, pavarësisht se edhe unë nuk është se kundërshtova pak në fillim, duke na djegur ajo rëra edhe e kaluam mirë. Edhe mu duk një qik interesante ajo ecja në rër zbathur, nuk e kisha prit fare, po ishte një leksion i mirë nga miri për neve kushdo që e ka kuptu. Sfida që na dha miri për ecjen në rër zbath ishte pak përtej normale, në thënë drejtën, se temperaturat ishin 44 gradë aty. Por ishte okay. E nxehtë, por në momentin që mësohesh, mund ta bësh. Ka ardhur momenti të nisim sfidën e parë për ditën e sotme. Konkurrenti i parë që arrin të kap një pozicion mesatarisht 200 pips do të shijoj një shëtitje off-road në dunat e rërës. Ju uroj suksese.
qysh në mëngjes, sa po jam zgju, kom bo plan që me bo vetëm një trade. E shikova kur u zgjum në mëngjes, e përgatita për 5 dite për në safari. Më erdhi ajo që unë kërkoja. Edhe u futa në trade, dola plus 250 pip, presim në vazhdim tash. Lëvizjet e mia sot në trade ishin pak të forta. Kalova me një 1% plus, asgjë më shumë. Duke pritur që po prisja për të bërë diku te 4-5% plus për ditën e sotme. Edhe thjesht dita përfundoi me 1%, po që kjo nuk është gjë që do na ndaloj për të vazhduar përpara. Në një ambient ku dielli përbëlonte dhe adrenalina rritej, Enio lejoi që emocionet ta udhëhiqnin më shumë se sa analiza. Në vend që të ndërtonte një strategji, ai ndoqi impulsin. Dhe tregu, si një pasqyrë ftohtë, ja ktheu përgjigjen pa mëshirë. Duke pas parasysh që 200 pip në Forex vetëm në gold mund të kapen në këtë periudhë kohe, ose më saktë gjithmonë, sepse goldi ka volumin më të madh. Eroni arriti ta dilte, ndërsa unë dola me fitim, edhe pse isha me lot pak më të madh, por prapë nuk arrita dot fitimin që pati Eroni. Dhe gjithashtu pipsat që ai arriti të kapë. Eugleni arriti ta mbylli sfidën e shkretirës në profit, duke treguar qetësi dhe logjik në një mjedis sfidues. Megjithatë, ndonse performanca e tij ishte pozitive, 200 pips mbeten një ëndër e paprekur këtë herë, por karakteri që tregoi është fitore që nuk i humbet kur. Sfida ishte dikon rreth 200 pip nëse nuk ka bëj. Ashtu tha mire, po ishte një tregti perfekte, siç unë e preferoj, edhe mbajta rreth 250 pip, 252 pip, nuk e di saktë. Eroni kur tjerët shikonin thjesht një shkretir pa fund, Eroni pa mundësinë. Kur të tjerët vepronin, ai dëgjonte. Kur të tjerët vraponin, ai qëndronte. Ai nuk vrapoi pas tregut, ai priti, analizoi dhe goditi në momentin e duhur. 200 pips të merituara. Një triumf i heshtur në mes të zhurmës. Në shkretëtir, duket se fituesi nuk është gjithmonë ai që vrapon më shpejt, por ai që ndjek ritmin e tregut. Teksa dielli fillon të perëndojë mbi horizontin e artë, finalistët lën pas adrenalinën për të shijuar një udhëtim sa epik, aq edhe argëtues mbi Gamilje. Një ditë e re nis në Dubai, dhe heshtja e mëngjesit thyet nga ulërima e motorëve luksoz. Një surprizë që vetëm masteri mund ta kishte menduar. Pavarësisht mungesës së fitoreve në sfida, Eugleni ka treguar rezultate të forta në tregti dhe sot ai shpërblehet me një udhëtim spektakolar me super makina, ku shpejtësia zë vendin e grafikave dhe çdo nxitim tregon historinë e ambicjes së tij. Okay, bitch, check this. I know bringing me down is a part of your checklist, but you can't cause I'm feisty. You mad in the corner, I'm here sipping iced tea. So many bitches wanna down me. On the way to the top, can't reach, can't find me. Better chill with them looks. AK over here on the beats, making hits with hooks. Okay, boy, let's talk about it. I know you snitch, don't think I forgot, bitch. Now I'm coming for your neck. Gotta kill one just to keep them other ones in check. Në qytetin ku luksi dhe ambicia bashkohen në çdo rrugë, finalistët zbulojnë se tregtia nuk është një lojë numrash, por një sfidë ku shpejtësia të çon drejt suksesit dhe kontrolli të mban në garë. Ka ardhur momenti që 3 finalistët të përballen me sfidën finale në Dubai.
Këtu, në zemrën e makinerisë që drejton tregjet globale, finalistët përballen me një realitet të ri, një botë ku çdo numër është një zemër që rreh dhe çdo grafik është një histori e pashkruar. Nuk e kisha imagjinu asnjëherë që do jem në zyrat e Funding Pips, ishte si një ëndër që më në fund do bo realitet. Momenti që unë kam shkel tek zyrat e Funding Pipsit, nuk e mendoja se ishin aq gigante dhe aq madhështore. Sa që shikojmë gjithmonë në atë telefonin ton ose në atë tabletin ton që nuk shikojmë asgjë tjetër në backgroundin e vet, ishte një gjë shumë e bukur. Ishte shumë emocionues momenti i mbërritjes aty, duke takuar dhe njerëz të kalibrit shumë të lartë se ne në këtë lloj industrie, me mbi 5 vite eksperiencë. Tani që secili finalist ka treguar pse është këtu, loja ndryshon. Ata nuk po garojnë më vetëm për krenari. Përballë tyre është një çmim që mund të transformojë karrierën e çdo tregtari. Një çek prej $25,000 nga Funding Pips. I had real pain, but thank God, cause we really on a better days. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. Dhe në qendër të këtij universi, qëndron Khaled Ayesh, një njeri që e sheh tregtinë jo si një lojë, por si një art të shekullit të 21. A lot of different things just to live this life. When you down bad, Funding Pips is built by traders for traders. And we do understand the pain, we do understand the journey, and we do understand what is the journey is about. All the suffering, the lack of resources, when it comes to the capital, education, the proper connection, and the proper network during your journey as a trader is challenging, right? So we try as much as possible here in Funding Pips to make it as simple as possible for you, and we try to always just make it accessible, and which is our vision, making trading accessible to everyone out there. And part of the journey and part of our mission, we decided over the past 8 months to just create a series, which is, I would say, a trading reality show. Then we started that with our community in Albania. We needed a good mentor who can actually take these traders from not being profitable into a good stage where they're actually making trading as their career. And I would say we succeeded drastically in that. We had the pleasure to work with plus 30 traders out there, and the finalists were 3, which we actually hosted in our office. Me një buzëqeshje që fsheh thellësi të pashpjegueshme, ai pret finalistët me fjalë që nuk thonë gjithçka, por lënë gjithçka të kuptohet. Po që mbani përshtypje është edhe ai pronari Khaledi, ishte shumë i thjeshtë, miliarder i thjeshtë. Më pëlqeu për këshillat që na i dha, që na mbajti atë fjalim së bashku me mirin për rreth 40 minuta, na shtyu përpara, na dha motiv shumë të madh. Që mbani përshtypje në zyrat e Funding Pips që Khaledi na tha pas atij fjalimit ishte që tha studioni vetëm një pair, shikojeni atë, bëni backtest sa më shumë dhe fokusoheni te një pair, studiojeni dhe do keni sukses gjithmonë. Një ndër këshillat që Khaled na dha sot në zyrat e Funding Pips, që mund të them që mund ta veçoj, do të ishte pjesa e mënyrës së tregtimit në timeframe të vogla, pasi ai është vetë një trader i tillë i timeframe të vogla dhe ja marr shumë përballë këtë lloj teknike të tij dhe don't be too greedy. Është një ndër armiqtë më të mëdhenj këtë fushë. Khaledi më bëri që të bëja ndryshimin në tregtimin tim sot e tutje më vonë, duke më thënë që thjesht merrni ato profitet e ditës edhe largoni nga charti pa stres dhe pa asnjë angazhim tjetër, dhe duke u marrë me jetën tonë. Kjo ishte një gjë shumë e bukur dhe motivuese për çdo lloj trader. Dhe tani në heshtjen e tensionuar të këtyre ambienteve që reflektojnë pasuri, fillon sfida më e vështirë. Këtu, në këtë tempull të tregjeve globale, çdo klikim është një lutje dhe çdo fitim një përgjigje. Kjo është më shumë se një garë, është një provë për të fituar besimin e një kompanie që kërkon vetëm më të mirët. Në hijen e këtyre mureve, që din çdo sekret të tregut, a do të mund t'ja dalin konkurrentët tanë? Përgjigja qëndron në duar, mendjet dhe në zemrat që guxojnë të besojnë se edhe në një botë digjitale, njeriu mbetet krijuesi i vetëm historisë së tij. Sot
do të tregtoni me llogari reale të investitorëve, individ dhe biznesmen që kanë besuar jetën e tyre financiare në duart e Funding Pips. Nga ju kërkohet më shumë se talent. Kërkohet përgjegjësi, disiplinë dhe etikë profesionale. Kjo është ajo që ndan një tregtar të zakonshëm nga një profesionist të vërtet. Nëse dështoni sot, nuk do të humbni vetëm një sfidë, do të rrezikoni të humbni besimin që është ndërtuar ndër vite. Besimin mbi të cilin qëndron vetë kjo industri. Ky është momenti juaj, ky është provimi më i rëndësishëm i karrierës suaj deri tani. Tregoni pse jeni këtu, se keni arritur deri këtu dhe çfarë jeni të gatshëm të bëni për qëndruar këtu. Sepse në këto mure çdo trade mbetet si një vulë që shënon përjetësisht rrugtimin tuaj si trader. Në këtë fazë, nuk ka hapësirë për gabime. A do të përballojnë finalistët presionin e zyrave ku kryefjala është trade, apo do të thyen? Ishte pak e vështirë të tregtoje sot në zyrat e tyre, duke i pasur mbi kokë këto lloj njerëzish, por besoj se ja dola. Gjatë këtyre 5 ditëve të këtij show që kena pas, i kom bo dikun 5 trade gjithsej. 2 trade e para i kisha me minus të menaxhueshëm, rreth 1% ishte për secilën. Edhe pastaj këto 3 trade e tjera ishin të trija në gold. Normal më favorizoj goldi. Një ditë më parë më ndodhi një gabim të cilin unë nuk arrita që ta mbyllja dhe unë sot do isha një fitimtar. Pasi mbarova trade-in e fundit, që nuk rrezikova shumë, mendova ta lëm aq dhe të pres rezultatet e fundit. Jam jashtëzakonisht krenar për secilin prej tyre, jo vetëm për rezultatet, po për seriozitetin, karakterin dhe përfaqësimin dinjitoz që i bën vetes, mua dhe gjithë kompanisë Funding Pips. Kemi mbërritur në momenti që të gjithë e keni pritur me emocione. Pas ditësh të mbushura me sfida, presion dhe vendimarrje të vështira, sot nuk shpallet thjesht një fitues, sot përmbyllet një kapitull që ju ka formuar, testuar dhe rritur. Sfidat që përballuat nuk ishin vetëm sfida teknike, ishin emocionale, ishin dhe njerëzore. Sepse të jesh një tregtar nuk është thjesht një profesion, është një mënyrë jetese dhe gjatë këtij rrugtimi secili për ju ka treguar se di çfarë do të thotë disiplinë, durim dhe vetkontroll. Tani është koha të shpallim fituesin e këtij edicioni. Okej, jeni gati? Vendi 3 shkon për Enion. Okej. Vendi 2 shkon për Euglenin. Succese. Latëm e letë. Fituesi i këtij edicionit shkon për Eronin. Eron, succese. This for your payouts, basically, represent your hard work, your skin. This is your payout in cash. This never happened in the history of Funding Pips that someone got their payout in cash. Thank you. You get it in cash. Good. Proud of you. Orimen.
The winner is actually a young man. His name is Aaron, and that young man basically just showed pure consistency and pure dedication when it came to his trading edge out there. Good. The guy was just like quick on execution, and don't forget these traders, they are actually not profitable at all. A couple of months ago, which got them to the point that the finalists actually they got their payouts out of the funded accounts. Kam pas një bisedë me Mirin më herët, i kam thonë që unë do ta jap maksimumin vetëm 2 sfidat e fundit, edhe ashtu ndodhi. E bona maksimumin në Kosovë që majtëm sfidën e kalume, edhe në këtë sfidë, edhe ja arrita. Deri në ditën e djeshme kam qenë unë në avantazh me një përqindje më shumë se 2%. Dhe vendosa që ditën e fundit të rrezikoj vetëm diçka të vogël dhe të mendoj ta mbyll. Por në të njëjtën kohë, Eroni nga krau tjetër kishte arritur të katapultoj dhe kaloi me gati 1%, 1% më shumë se unë në overall dhe kjo ishte arsyeja që ai doli fitues. Kjo ishte një betejë shumë e ndershme dhe intensive. Eroni dha një performancë shumë të guximshme në treg, siguroi fitoren përmes një swing trade prej 200 pipësh, duke kaluar përpara Euglenin dhe Enion. Ishte një nga konkurrentët më të fortë dhe u priste të ishte fituesi. Por gjithashtu unë kisha besim tek vete, por momenti i fundit bëri diferencën. Eugleni dhe Enio zgjodhen ta mbyllin sfidën me kujdes, duke ruajtur fitimet e tyre. Eroni rrezikoi, e luftoi dhe fitoi. Po me këto $25,000 që sot i marrëm, dikon 80%, 85% tyne do të i reinvestoj në këtë fushë, do të marrë prapë akkaunte, do të fus të akkaunte im live që e kam, edhe do të vazhdoj të punoj, të forcohu më shumë. Pas 5 ditësh tregtie me fondet reale të Funny Pips, Eroni arriti ta mbyll sfidën me 6.1% plus, pra $6,100, Eugleni me 5% plus, pra $5,000, dhe Enio 2.5% plus, $2,500. Sot nuk kemi vetëm një fitues, sot kemi 3 tregtarë që treguan se çfarë do të thotë të jesh profesionist në arenën ndërkombëtare. All of that thanks to their hard work, to their dedication and to their mentor too, who actually took them all the way from that stage to this stage where they can actually, young fellas out there, young traders, they actually can call trading as their career, where they earn out of it and live out of it. Nuk ka qenë thjesht një garë për pipsa apo përqindje. Ka qenë një udhtim i vërtet drejt pjekurisë profesionale dhe personale. Thanks for the traders that participated in this. Thanks for their trust in the process, and definitely thanks for our Albanian community and their mentor, Mr. Miri, for making this actually possible, because it's been a long 8 months, but it paid off. Ky sezon ishte i pari. Një ëndër e kthyer në realitet. Një udhtim që nisi nga Thethi, Green Coasti, nga mali i Ezersës Kosovë dhe përfundoi në zemrën e Dubait në zyrat e Funding Pips. Organizuam gjithçka me pasion të vërtet, me situata reale, me sfida reale. Ndoshta jo gjithmonë perfekt në aspektin teknik, por gjithmonë i pastër, i sinqert dhe mbi të gjitha i vërtet. Dua të falenderoj nga zemra të gjithë stafin që punoi pa u lodhur për këtë projekt. Mirënjohje të veçantë dhe për CEO-n e kompanisë Funding Pips Khaled,
për besimin dhe mbështetjen që na dha në këtë rrugtim parë së bashku. Në skajin e shkretëtirës, kur ëra dhe qielli bëhen një, dielli perëndon duke lënë pas një javë sfidash, mësimesh dhe triumfesh. Në këtë qytet, ku luksi dhe pafundësia janë dy anë të njëjtës monedhe, 3 finalistë u përballën me gjithçka. Guxuan, arritën lartësitë, por provuan edhe të papritura. Sot, këta 3 tregtarë nuk janë thjesht fitues apo humbës, janë udhëtarë që kanë mësuar të ecin në kufirin midis rrëzimit dhe ngritjes. Dhe ndërsa dritat e Dubait ndezin një natë të re, një gjë është e sigurt. Ky është vetëm fillim. Faleminderit që na ndoqët në këtë rrugtim të jashtëzakonshëm. Por kjo nuk është lavdu mirë, është një shënim për të ardhmen. Çdo tregë, çdo sfidë, çdo betejë do të jetë pjesë e historisë sonë të re.